Hamdi të kanë Allahu Gjelle Gjelalu, falenderimi të kanë të madhit Zot, për gjitha të mira që ne ka dhonë, atë e lartësojmë, e madhrojmë, është krijues, furnizues, mbikëqyrës i krijesave të tij, s'ka Zot tjetër që meriton me madhru përveç Allahut një hak. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Zotit, paqja qoftë mbi të, paqja qoftë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi gjithë pasuesit e tij, edhe mbi neve vëllezër veçanti. Selamullahi aleikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe shumë të respektuar xhamatli. Jemi në xhumën e parë pas muajit të madhum, muajit Ramazan, dhe realisht porosia apo porosit që duhet ti themi ne këtu dhe në çdo xhami, t'ja themi vetvetes dhe juve, ato këshilla, ato porosi dhe këshilla fetare që meritojnë dhe kanë vend në xhumën e parë pas muajit Ramazan, janë pothuajse të qarta mo, dhe ato sigurisht që burojnë nga vetë libri i shenjtë, nga Kurani i Kerim, nga fjala e Allahut Dhul Xhelal, i cili pas një mundësie të artë që na dha në Ramazan, pas një muaji me lloj-llojshmëri të ibadeteve dhe me lloj-llojshmëri të mirave që na i solli musafiri i tij, pra musafiri quajtur Ramazan, pastaj në fund shumë me të drejtë na u drejtohet Allahu Dhul Xhelal përmes porosisë, fillim që i drejtohet Muhamedit alayhi salatu wasalam përmes tij krejt ummetit, duke i thënë Bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuro Allahun Jalla Jalaluhu derisa të vjen vdekja, derisa të vjen yaqini. Tamam, domethënë derisa të vjen koha e vdekjes, mos ju ndaj adhurimit ndaj Allahut Jalla Jalaluhu Jalla Shanuhu. Kjo porosi madhështore e Allahut drejtuar Muhamedit alayhi salatu wasalam, e drejtuar këtë ummetit islam deri në fund të kësaj dynjaje, është porosi e shenjtë, porosi madhështore, është porosi që buron nga Zoti. Adhuro Allahun derisa të vjen vdekja. Po, sepse në Ramazan patum lloj-llojshmëri të ibadeteve. Edhe dalja për Ramazanit, ramja mas Ramazanit në pikën zero, është leqë nuk po mujna me qunë vend porosin e Zotit. E leqë po jep sinjal pastaj se a thua dhe që kë Ramazana u pranua jo. Tash ne nuk themi se ta mojmë atmosferën e Ramazanit edhe në këtë muaj, edhe 11 muaj tjerë. Jo me majtë atmosferën 100%, sepse i ka specifikat e veta Ramazanit. Mirë po, jo edhe me lëshu krejt në zero, në pikën bazë, zero atje që heshma mus me avrejt, as mus me talon të gjurmën e namazit natës pak Ramazanit që shkoj, mus me talon të pak një gjurmë të agjerimeve na file pak, duke përfshi këtu 6 ditët e Shewalit, që janë me vlerë shumë madhe si mbas pejgamberit Zotit që ka transmetu, se kush e përcjell me 6 ditë, si kur me agjeru të në vitin e kështu me radhë, e pastaj sadakaja që ishte që na u shoqëroj, na shoqëroj një muaj rresht e kështu me radhë, të mos e lëshojmë pak dhe në pikën zero kështu, të mojmë pak një farloj balanci, një farloj, të mos i harrojmë të adhurime se me një farforme, t'i kallëzojmë Zotit që na jemi adhurus tu, ja Rabbel Alemin, jo adhurus të Ramazanit, ose të specifikave që i pat Ramazanin. Na jemi adhurus të Allahut, dhe wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na të adhurojmë ty ja Rabbel Alemin deri në vdekje. E tash kemi pak ramja është shumë e vërtet mirë, po mesazhi i mas Ramazanit është të mos e bim në pikën zero. Pejgamberi Zotit pas ka thonë, shembulli i atij i cili e përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend Allahun është sikur shembulli i gjallit me deknin. Ishe i gjallë në Ramazan, ishim të gjallë në Ramazan, me lloj-llojshmëri të ibadeteve, të mos lejojmë të vdesim 11 muaj mas Ramazanit. Mos e lejo veten kurse si të vdesësh. Nëse nuk e ushqen trupin fizik, ai ka me vdek. Nëse nuk e ushqen mendjen me lexim,
e me studim, e me të kuptuar, e me të logjikuar, e me të medituar, ajo mendje vdes. Nëse nuk e ushqen shpirtin, ai shpirt ka me të vdek. Ki me esne për tokë, po je njeri pa shpirt. E kështu që të mos lejojmë që të na vdes shpirti, po ta ushqejmë 11 muaj të ardhshëm, pas Ramazanit, ta ushqejmë shpirtin. E ushqimi shpirtit nuk bëhet veç se prej anës të Allahu xhalla xhelalu, veç se me ibadet e me adhurime e kështu me radhë. Të nderuar vëllezër, Resulullah sallallahu alaihi wasallam në këtë pikë ka porosit, shumë porosi, një ndër to ka thonë, ahabbul a'mali ila Allahi, veprat më të mira te Zoti janë ato që janë të vazhdueshme, qofshin edhe të pakta. Qofshin edhe të pakta, po janë të vazhdueshme. Por këtu është ajo esenca që të mos kthehemi në pikën 0, po ta mojmë pak, të jemi të vazhdueshëm, qoftë edhe me pak prej namazeve nafile, prej namazeve vullnetare, qoftë edhe me pak prej agjerimeve vullnetare, qoftë edhe me pak prej sadakave në mënyrë të vazhdueshme, qofshin edhe pak ato. Pastaj porosi tjetër, ose shiqim, ose lexim tjetër i Ramazanit dhe i kohës pas Ramazanit është që mund të marrim edhe mësime të mëdha këtu, e do t'ja rikujtojmë vetvetes edhe juve se një muaj ditë rresht, një farë lloj regjimi, një farë lloj sistemi që të ka largu prej sistemit tonë të përditshëm 11 mujor që e ki. Një muaj Ramazan te ke ndryshu pak formën e jetës. Je qu natën ke hangër buke, ke fal namaze, pastaj namazi taravive, agjerimi ditën e kështu me radhë, ke pas një farë lloj ndryshimi në sistemin e jetës. E ti ja dole me dalë në Bajram. Ti e kryve një muaj ditë mujte. Pyetja këtu që kish buru për mu dhe për juve dhe për krejt besimtarët musliman kudo që janë, a kemi ndonjë, apo bojmë ndonjë plan, ndonjë projekt, ndonjë plan për 11 muaj të ardhshëm se po mujshëm ja dal, veç a ke bo ajo se për që smunësh, s'ka dyshim. Ja, se ke najt 1 muaj ditë pa hangër e mujshe, e pa do të mirat kësaj dynjaje e mujshe me najt pa to, e s'po mundesh tash 11 muaj me realizu një projekt, një plan që i cili është në të mirë të trupit tonë, të mendjes tonë, të shpirtit tonë, e i cili plan edhe projekt është në të mirë të familjes tonë, po dhe të shoqërisë. Duke fillu me e bo një plan 11 mujor në raport me Allahun tënë ti dhe Zotë jëtë, po edhe në raport me shoqërinë, familjen e kështu me radhë. Pra, nëse ke qenë prej atyre që ke pas larmoni në namaz, ki kujdes tash, vendose një projekt dhe një plan që mos me të ikë ty namazi. Shkruj me një letër, një plan program edhe që t'ja tik aty çdo vakti që ti e falë. Thuj sot e fala dreken, sot e fala ikindin, e fala akshamin, jacin, sabanin, kështu me radhë. Bënë një plan program për 11 muaj, mos me ra nërtu. Nëse s'ke qenë i rregull të namaz, mund të bësh i rregull se po mujshe. Po, nuk ka dyshim që s'po mujshe. Mos gabon me shkumenja mja on hapësirën e shejtanit me thonë s'po kam vakt, s'po kam mundësi, punën e kam qasisoj, llojin e punës e kam qasise, mu po ma laramon namazin, s'po muj minajt gati. Jo, i nderuar, munesh minajt gati. Ke mujt 1 muaj ditë në Ramazan, munesh edhe 11 muaj tjerë minajt gati namazin. Pastaj nëse je prej atyre që s'ke ditë me lexu Kur'an, vallahi munesh mësu me lexu Kur'an. Mos gabon me thonë që s'muj, munesh me lexu Kur'an. Munesh më mësu me 11 muaj i ki dhe në Ramazan në arshëm. Ka 1 shkronjë, ka 2 shkronja, ka 3 shkronja në ditje, ose një javë me emrin e Allahut në Ramazanin e ardhshëm, bëne planin edhe projektin. Në Ramazanin e ardhshëm thuj vetvetes, merr besë para Zotit, thuj o Zot, ndihmon se du me dhon një betim që në Ramazanin e ardhshëm s'du me hi veç se duke i njoft shkronjat e fjalëve tua. Bëne planin, kaq se ti munesh edhe ja del. E dyta të nderuar vëllezër, apo e treta pikë i kësaj hutbe dhe kësaj këto porosi, mund të buroj nga vetë. Nëse shiqojmë Ramazanin që dolëm prej tij, e pat një fillim. Allahu tha ayyaman ma'dudat, ditë të numëruara. E pat një fillim Ramazani, e pat një aktivitet, një zhvillim gjatë ditëve të Ramazanit dhe në fundit shkoj shumë ka fundi edhe e përfundu me një bajram, e përfundu me një gzim. Hajde ta zbresim në mënyrë simbolike, ta marrim këtë Ramazan e ta zbresim në jetën tonë, e ti flasim vetvetes sinqerisht, e ti themi se o ti njeri, o ti filan, të fol me vetveten ka dilsh me xhamis.
Edhe këtë porosi, jepja familjarëve, jepja shokëve në punë. Thuj, o ti zotni, o ti filan, o ti filan fisteku, përmene vetë me emër para Zotit tënë, vetëmi. Thuj, ti e ki një fillim, e ki një zhvillim tjetës, rritje, zhvillim, punë, angazhim, saj dynjoje, edhe në fund, qare nuk ki pa përfundu. Jetën, pa vdek nuk i qare. Le të jetë vdekja jote një bajram, ashtu që ishte bajrami për Ramazanin. Ashtu që ishte mbyllja Ramazanit me bajram, mos lejo vdekjen tone veç se të jetë një bajram për jetën tone. E qysh ashtu? Vallahi se të mutune keme të ishun, do të vdisni qysh e keni bo jetën, ose të ba'thunne keme të mutun, dhe do të rinjallëni ashtu qysh e keni bo vdekjen. Ja Rabbel Alemin, mundësona që të bojmë një jetë konform ligjeve tua, konform dashuris dhe vullnetit edhe dëshirës tone, edhe pse kem gabime na e dim adresën ku mu kthy, ja Rabbel Alemin, mos në nëzirë prej kësaj dynjaje veç se ti e razim bini, mos në nëzirë prej kësaj dynjaje veç se ne ke mundësu që fjale e funit e jonja me konë La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E kush e përfundon jetën me La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, me emrin e Allahut ka me qenë vdekje andej ka me qenë bajram për to. Vdekje andej ka me qenë vdekja bajram për ati cili ka përmbyll jetën e vetë me La ilaha illallah. E për ta përmbyll jetën me La ilaha illallah, vallahi duhet me konë, duhet me u mundu pak, do të mu mundu pak me i thonë Zotit o Allah, unë po mundohem me qenë adhuruesi denj i joti. Në raport me ty, po edhe po mundohena me konë burri mirë në tokë, në raport me krijesa tjera. Allah e na mundsof që me të vërtet ta kuptojmë Ramazanin që shduhet, e ti kuptojmë ritualet fetare ashtu që shduhet, e ti afrojmë nga të zemrës, e dim ti praktikojmë, e ti kuptojmë simbolikat dhe mesazhet që dalin prej tyre, e të na mundson Zoti që me të vërtet kur dalin prej kësaj bote një ditë të jetë fjala e fundit La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah deri në xumën e ardhshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.